Në Australi, nxirën eshrat e një fëmije shqiptar të varrosur në obor. Një zbulim tronditës ka tronditur Australinë, pasi policia gjeti aty eshrat e një fëmije 18 muajsh me origjinë shqiptare të varrosur në një varr të cekët në obor e një shtëpie në zonën Brookfield në veri perëndim të Melbourne-it. Sipas raportimeve të mediave australiane, policia nisi gërmimet të hënën pas informacioneve të marra me lidhje me një zhdukje të dyshim. Pas 6 orësh kërkimesh, hetuesit gjetën trupin e fëmijës, i cili ishte varrosur vetëm 50 centimetra nën tokë. Ekspertët dyshojnë se eshtat mund të kenë qenë aty për më shumë se një dekadë, ndërsa identiteti i saktë i viktimës dhe rrethanat e ngjarjes janë në hetim. Mediat vendase raportojnë se fëmia kishte jetuar në atë shtëpi në vitin 2014 bashkë me prindërit dhe 2 vëllezërit e motrat e tij, përpara se familja të largohej jashtë Australisë, ndoshta në Shqipëri. Ai nuk është raportuar i zhdukur në atë periudhë. Pronari aktual i banesës, i cili është i palidhur me familjen, ka thënë për 7 News se zbulimi ka tronditur thellë. Diçka e tillë nuk mund të ndodhte, por ka ndodhur 14 vjet më parë, shumë e keqe, shumë e tmerrshme, deklaroi ai.